Një unfollow të bësh plasin lajmet. Je përpjekur ta mohosh në rrjetet ai po del negativi se ndoshta po t'ishte dikush tjetër. Arbenita Ismaili. Nuk e nje? Hey njerëz të bukur, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në What of a Show. Nisi që ke bërë shumë e bukur sot, më lejo ta them. Faleminderit shumë Fatos, po unë ndihem shumë pak e bukur përballë të ftuarës që ne kemi sot. Sot kemi një Barbie, nuk e di Barbie në real life, në jetën reale. Tamam Barbie në real life, sidomos kur vesh atë rozën një herë. Edhe sigur e ka bërë Kastile sot se është vesh dhe sot me rozë, ajo është një modele, një nga më të dashuara dhe më të suksesshmet në Shqipëri, ish banore Big Brother VIP gjithashtu. Do thoni ju kush është? Danja Koka. Danja mirë se erdhe. I ka dhe sytë blu se harrum ta themi. Se i ka shumë bukur live. Faleminderit për ftesën edhe na bët me tur pa nisur akoma. Kështu jemi ne. Po pse si mësuar me komplimente. I pranojmë të gjitha. Më lejo të them që ne kemi parë shumë personazhe si në ekran dhe live, po ti je bukur në të dyja rastet. Shumë faleminderit. E vërtet, kjo e vërtet. Komplimenti më i bukur që kam marr që pas Bigut ishte moj po sa e bukur ti live. Faleminderit. Ajo është e rëndësishme. Mungesa e Photoshopit në Instagram. Më mirë të thonë që ke shumë e bukur live se sa të ulen pritshmërit, po. Danja, është bukuria një kriter për suksesin në televizion? Patjetër. Gjithmonë ka qenë dhe do të jetë. Ashtu siç hera herës bëhet edhe pengesë. Pse për ty ka pengesë? qenë? Jo, për mua s'ka qenë fare, po ka raste të caktuara që zilia, inati, xhelozia që ndikon normalisht. Her pas here. Kjo të ndikon në çdo fushë tjetës, po televizioni e ka pak më të theksuar. Po, a mendon që aktualisht në televizionet shqiptare ka vajza që janë vetëm të bukura? Jo, nuk e mendoj këtë. Mendoj që ato që ne shohim në emisionet tona janë mjaftueshëm të shkathta. Jo të gjitha janë fort elokuente apo të artikuluara. Jo të gjitha janë shumë inteligjente, por mendoj që është okay edhe për aq sa. Eksperienca e fundit e jotja televizive ishte në emisionin Nyjet e diasporës me Ilir Shaqirin. Si ishte bashkëpunimi me to? Si shkoi? Po ishte shumë qef, me të drejtën, ai është shumë bashkëpunues. Është pak si shumë kritik, kjo sepse është profesionist. Pas pak, Danja do t'i bëj një prank call Gerta Gixharit. Dhe plasi e qeshura në studio, kështu që qëndroni me ne dhe bëni subscribe andale alë më poshtë. Cila është një kritik që të ka dhënë Iliri? Shiko, Iliri e kemi vënë re edhe kohët e fundit. Tani nuk është se duhet të flas shumë. Ai të shef, kupton? Dhe ndoshta ti thjesht me një shikim të kritikon. Se për mua ishte hera e parë, ishte kështu si një provë që okay, Danja, po ta besojmë ty këtë edhe falenderoj. E kishte me moderimin tënd? Po merre këtë tani dhe jepi bëje. Dhe unë dilja aty, dhe sa shikoja këtë të pari në sot. Aty pesmatosh direkt, mos më shiko të lutem. Se është shumë profesionist, normalisht ai e njeh skenën shumë më herët, jo se mua, po kam përshtypjen se shumë të tjerë. Kështu që normalisht pritshmëritë e tij ishin të larta. Unë kam marrë komplimentet goxha kur mbaroi, po kaq ishte eksperiencë e bukur. Ishte Iliri arsyeja që ti nuk vazhdove më të moderoje në Top Channel apo s'ka lidhje? Jo, nuk ka lidhje. Okay. Tash unë nuk besoj të ketë lidhje. Iliri të vajte zura drejtore. Se çfarë po shojë? Çfarë na shojë? Po jo, se mos bëjmë shaka me emrin e tij. Po, vërtet. Se është emër me peshë të drejtën, se nuk. Tani unë do të komentojmë pak se është futur Iliri te ferma. Si të zhdukur, bëri mirë që hyri apo duhet ta linte me fitoren e Big Nishit thua? Ajo eksperiencë kam përshtypjen e mirë është të provohet një herë. Herën e dytë ti duhet të jesh edhe më i kujdesshëm se sa herën e parë. Aq më pak kur ti ke vite karrierë. Imagjino të mbajtur dhe fitues. Mbi shpatulla.
ka një detaj këtu që duhet ta përmendim. Në këtë rast Iliri, dhe kam përshtypjen kujdo tjetër si Iliri, do i haste pak ose do i merrte pak situata, jo për mirë, sepse është moza. Moza, për mendimin tim, është një kthes, uroj që të bëj një kthes në televizionin shqiptar. Që artikulimi, qetësia, mendja e ndritur janë shumë të rëndësishme. Se nuk janë vetëm të rëndësishme se si dukesh apo se sa skandale bën ti. Ajo përgjithsisht nuk është se drejtohet drejt debateve, drejt skandaleve. Po, drejt skandaleve. Drejt humorit, drejt batutës. Ajo në i dron nga tajna të fina do dhe është në rregull. Ajo edhe roba. Roba dhe do gjithë gocat. Ajo atë që ja japin apo që ja përplasin, se normalisht është reality, ata se cili aty kanë dinamika dhe polemika të ndryshme, ajo ja u kthen me dashuri. Kështu që prandaj uroj shumë që ajo të bëjë një kthes. Kështu që Iliri e ka pak vështirë sepse është shumë kompetitiv. Po del ai negativi mendon personazhi antagonist. Pa dashur, ai po del negativi se ndoshta po të ishte dikush tjetër, do dukej ai Iliri që është i përkushtuar tek puna, tek sepse është fair. Ty Danja, të ka ardhur ndonjë ftesë për Ferma VIP apo jo? Jo, s'më ka ardhur. Po të vinte, do pranoj apo je shumë Barbie për të qenë te Ferma? Jo, unë besoj që do t'i bëja, themi kot, ne do t'i bëja ndoshta, se mendoj që aty është aktivitet i plot. Që do thot ti do zgjohesh herët, do shkosh te të Lopa pret Delia. gjë e gjallë, nuk është kështu që hajtë s'ka gjë sa të rregullohet, të zbukurohen këto, të sistemohen, se kamera ka do për kujdesin e vet. Unë mendoj që do ta bëja dhe më duket shumë format interesant sepse është shumë drejt artit, pra e përmbledh bukur artin. Danja, modelingu, siç e kemi vënë edhe nga modelet botërore, nuk është se zjat përjetësisht. Pra vjen një moment që duhet të tërhiqesh. A ke menduar se çfarë do bësh pas karrierës tënde në modeling, me çfarë do merresh? Unë si Virgo jam pak natyrë që dua t'i bëj gjitha, jam multitasking. Përgjithsisht kështu jam edhe në jetën e përditshme, mirë po i kam 2 plane shumë të lezetshme. Çfarë planesh? Do hapësh në fair. Lekët. Lekët. Duhet Që t'ja u them. ta vjen një den, më mirë mos e thuaj. Biznesi. Po, më jep një lekët dhe ja u them. Ide biznesi, kaq mund na thuash besoj. Është një mix. Është një mix. Okej. Ne lek nuk kemi, por kemi një bazer, Danja, sepse do fillojmë në lojën e parë për sot. Ky është një buton i kuq që ti duhet ta shtypësh më një herë pas pyetjes time dhe do thuash gjërat e para që të vinë në mend në 3 sekondat e para. Pra duhet sa më shpejt. Okej? Është një lojë e shpejtë. Fillojmë me të parën. Mosha ideale që e sheh veten nën 35. 35. Bashkëpunimi në modeling që të ka lënë një shije të keqe. Kam disa. Një Disa. emër. Ti do emër? Po. Ti jemi profesionist, s'u themi emra. Shqiptar apo të huaj? Se ka një detaj që gjithsekush mendon që është fantastik në profesionin që bën. Kështu që unë nuk vi nga kritika e madhe e modës. Është eksperiencë personale mendoj unë. Nuk ka të bëj kritika. Jo, kanë qenë shqiptar nga Kosova. Nga Kosova? Okej. Dieta më ekstreme që ke provuar? Unë nuk jam kurse si pro dietave dhe unë s'para ndonjëherë që unë bëj dietë. Vetëm po bëra obeze. Palestrohesh. Po maksimumi, po si sa orë unë Në çasa. vërtet? Po ku e çon? Ku shkon? Trego sekretin. Nuk se di. Është gjenetike, Shiko, ndoshta? ka diçka, do ja u them këtë sekretin. Po unë s'para e bëj gjithmonë, po mua më ka ndikuar 2 herë. Për shkakun që kam dashur të humbas 2 kg. Darkën, shmangdi darkën. Dietat, po. Mos hani para gjumit. Jo, dietat drastike janë të tmerrshme. Ti duhet të hash gjithçka. Goja është Chelsea, mjafton që të llogarisësh Ta mbyllësh. çfarë të fusësh stomakun tënd. Edhe darka pas orës 7 mos ha. Okej. Komplimenti më i bukur që të kam bërë. Këtë, je shumë e bukur live. Okej. Fjala më e rëndë që ke thënë për të ofenduar dikë në nerva e sipër.
Kam thënë. Ase e bëj me pip thua. Çfarë ke thënë? Thuaja. Po kam shaher si gjithë. Pastaj në Breziri jemi çik të këqin shumë, se për Netanja janë shumë të ëmbël, janë të dashur. Ne kemi marrë për kot. Ne kemi marrë për Çfarë kot. kemi thënë? Një VIP që i ke bërë unfollow nga Instagrami. Unë nuk jam kështu natyrë inatçie, po kështu që të më mbes hatri, hatërlie mothe nuk jam, po ndonjë rast që e kam parë që e njoh personalisht edhe këto tipat që nuk bëjnë as like as koment as Po kush ka që nga personazhet e njohur që ke hequr? Nuk flas me emra, nuk më intereson Asnjë- fare. Lekët. O bo Danja, Okej. na ndore deficit. Me emra jo, po me shifra do flasësh. Veshja më e shtrenjtë në garderobën tënde është Nuk kam veshje unë shumë të shtrenjta. Po njëra më e aksesor. shtrenjtë çanta, se diun që Aksesor, ju vajzat çanta, keni çanta të taka. shtrenjta, apo s'është e vërtet? Jo, nuk kam shumë çanta të shtrenjta, kam 2-3, ato më pëlqejnë, i përdor Bizhu? herës. Bizhu kam, të theqme. Të lezetshme. Gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Brikena. Më ka pëlqyer shumë Brikena. Të ka pëlqyer. Po. Më ka pëlqyer për faktin se Brikena në asnjë moment në atë shtëpi nuk tha fjalë të shumtuara. Okej. 3 gjëra që bëm para se të dalësh në date. Flokët janë shumë të rëndësishme për mua, edhe një çik kështu. Make-up. Make-up, rregullim, si tha ajo, make-upit. Make-up? 600 euro e ke dhe ti make-upin? Po si tha ajo, do t'i gjemi, tha. Do të gjej. Tani, për të shakas këto, luku, gjitha këto, kaq. Po në date ideal për ty kush është? Piknik, kinema, me makinë, Restorant. Jo, nuk është se ka një vend, mendoj që duhet të jetë fani, duhet të më bëj të Funny, qesh. po. Gjëja më e çmendur që kam bërë kur kam qenë tap. Unë s'para bëjmë tap. Para. Jo. I nga ato vajzat që e ruan regjimin, nuk del nga kornizat. Nuk kam shumë marrëdhënie të mira me alkool. Mhm. Edhe unë 2 gota, 3 gota, jam qef vetë, kështu jam. Ja alegria vetë pastaj. Po, nuk e kam të alkoolit, po, se di, nuk kam bërë ndonjë gjë të çmendur. Maksimumi do të më ke zënë gjumi 2 herë gjithsej që mund të jem bë tap gjatë jetës. Ka Okej. zënë gjumi tull. Tani, loja me bazër mbaroj, por vjen një lojë më e vështirë, Danja. Sepse do duhet të komentosh dhe të vlerësosh koleget e tua modele. Me nga një fjalë, po që s'doja përsërisësh Zoj atë fjalë përsërisësh për të tjetrën. tjerat. Okej? Okej. Kështu që ta bëjmë pak të vështirë. Po. Angela Martini. Shumë seksi. Shumë seksi, si do e vlerësoj nga 1 në 10 Angelën si modele? 10 out of 10. Është Yes. shumë sensuale. Okej. Aurela Hoxha. Aurela është një ëmbëlsirë. Mhm. S'duhet ta përsërisë. Jo, s'duhet ta ëmbëlsirë përsëris. është, seksi është Po, ndryshme, është kështu që ëmbëlsirë është ëmbëlsirë ndryshme. seksi. Nga 1 në 10? 11 out of 10. 11. Adrola Dushi. Adronën e kam patriote. fjalë? Është yll e bukur. Yll e bukur. Nga 1 në 10? 10. 10. Shumë e bukur. Armina me Buzëqeshjen e ka më Vlani. të bukura nga të gjitha. Armina me Vlani. Armina, që mos ngjajmë tani si ato që bëjnë kritika për shëndetin, shëndoshu i çik, po ngjan si qershi ngjan. Po, si qershi. Arbenita Ismaili. Benita. Nuk e nje? Danja, ti nuk nje Arbenitën? Është ish bashkëshortja e Feros. Këngëtarit të reperit nga Kosova. Është dhe modele. modele fashionova. Ja, tani kur e shen në foto si të duket. Sorry. Të erdhi. Po. Tu kujtua. E bukur, po s'duhet ta përsëris. Come on. Një tjetër, shifja trupin. Të ndihmoj unë. Po më se Gjallë. Okej, thank you. Kjo që është në det. Nga 1 në 10? Peshk, ngjall. Ta se do thoje 5. Nga 1 në 10 Arbenitën? Po 8, do thoja. 8, okej. Emina Çun Mulaj. Supermodel është Është fjala e duhur. është totalisht tjetër cast, tjetër nivel. Dhe e fundit, Ha? më pikantja nga të gjitha, Benjada Nishani. Oh, Benjada. Kemi gjetë një super foto që nuk ka pik robe në trup.
I ka pas qef këto. Po vap tani. Jo Vera, mirë, ver. it's okay, ka trupa që duhet ta bëjnë se s'bën, se ju shkon e madje ndonjëherë, unë i kam zili. Sepse kur të plaken i kanë aty të dokumentuara gjitha. Gjitha si kanë qenë. Gjitha format. Po, shiko si kam qenë sa bukur. Si do komentoj Benjadën? Po, e bukur, shumë e bukur, është interesante, ka një bukuri, mendoj që bukuria e Benjadës është pak klasik, është shumë klasik. Klasike. A do bëje ti Danja ndonjëherë foto nudo? Ja, Ja. nuk të bëja. Por tek të tjerët pëlqejnë. Po thash, po shko, e para mendoj që fotot nudo duhet ketë një vlerë që Po. mund të jetë shumë pra, që e bën atë, sepse ka ndodhur diçka që ti mund ta justifikosh. Çmimi duhet ta justifikoj. Po se s'bën. Pastaj pjesa tjetër është që mendoj që janë shumë të guximshme, jo më kot e Vajza. thash. Janë të guximshme, kanë dëshirën ta bëjnë edhe mirë bëjnë se ju plagën. Dum dhe ne të shohim në gjë të bukur. Ka të çfarë. Tani Danja do kalojmë në një lojë tjetër që ndodh për herë të parë këtë sezon, është loja me tullumbacin me helium. Unë do të jap disa situata dhe ti duhet të pish helium. Ajër Dhe të nga përgjigjesh. tullumbaci. Po keni marrë vesh që nuk ishte mirë ky apo jo? Ky helium. Është tjetër helium. Ky është helium bio, më e kemi marrë nga lufshi një E ka marrë nga ferat e lushnjës fatosi heliumi. Më falni që po ju ndërpres të intervistë kaq të bukur, por është shumë e rëndësishme që të bëni subscribe këtu poshtë. Atëherë Danja, situata e parë është: je super vonë për një takim pune dhe burri teftës të ka bllokuar rrugën me makinë. Çfarë do i thua? Po. Qa do i thuash burrit të Je teftës? super vonë? Po. Pi heliumi dhe tregoja vendin burrit të teftës. Shiko, hajde dhe me vrap, po me vrap, se jam shumë vonë. Se nuk e shaj dot se është buri teftës. Tjetër, çfarë do i thojë? S'du thot ai, të lëviz. Do t'i them teftës se do të bëj gropa të betohem, lëviz. Sapo, Danja, sapo të kalon i dashuri dhe merr në telefon shoqën shumë e pikëlluar për t'i dhënë lajmin. Shumë e pikëlluar, e trisht. Po pse pikëllohet? O zemër, o sot që më ka ndodhur ki der, po më la. Po më la, po si t'ja bëj tani, se duhet të lidhem sërish që ta le unë. Do të marrë S'është shak. mirë po patjetër. Është çështje egoje Dhe gjithë. situata e fundit. Tani do e thithësh me fund. Prit. Je në urbanin e Kamzës. Përshëndesit Gjesi. Je në urbanin e Kamzës dhe personi ngjitur teje vjen erë të tërbon. Era kërmë. Era kërm. Nuk e duron dot të zuri. E qo, drejsh lëviz, se na byte na qenë të plas pika. E kalove me sukses, Danja. A ishte helium bio, mund na e thuash? Po, ashtu duke, se të kapte direkt. Kam. Nuk të lëshoka. E jep të efektin shumë shpejt. Danja, tani ne folëm për modelingun motor, po unë kam nevojë për këshilla modelingu shumë. Se çunat e mi, për shembull, gjatë gjithë kohës stallen me mua për mënyrën se si unë pozoj. E vërtet, dhe tani ne do të tregojmë ty disa makthe që do shohësh me si se si pozon misi dhe do shkojmë sa mësojmë se si të pozoj për foto. Më bëni njeri, më bëni Po modela. direkt, me sekond. Ndiqeni. Pa ka lezet, çfarë ecje. Po mua çfarë do më thua ashtu ato? Ti ka nevojë për përmirësim. Tani shiko pak çfarë fotosh misi. Shikoj pak këtë. A nuk duket si nga ato që thon policët e qarkullimit rrugor? Aty afër. Nga aty afër. Po kjo? A, që do mbjellë arën. Po kjo? Këtu, sa parkova qa kishe. Tani jepi disa leksione kësaj vajze si ta bëjmë njëri të hajrit të pozoj, si duhet Okej. pozoj. Po ju lë pak vetëm. Na lër. T'ju bëj foto, a aty rrini tani? Pa, shumë bukur. Yll. Unë vësh një dorë këtu, Okej. edhe një tjetër këtu.
At your Te hips. shala. At your hips. Prej këshallën. S'ka gjë një. Haje kamerën. Haje kamerën. Mbaj me jashtë. Shtro. Kape. Haje kamerën. Haje kamerën. Unë të buzëqeshësh ose jo. Varet se si e ke. Jo buzëqeshje me dhëm jashtë. Po i kam thënë mos i mbas dhëmbët mbët jashtë, ja kam thënë 100 herë. Kur? Një ndër detajet tjera është që tek një ndër fotot që do postosh, mund të jesh në veprime sipër të diçkaje. Për shembull, jemi një buzëkuq edhe po lyn buzët. A, këtë pozë me buzëkuq Danja ka të preferuar, kjo këtë e di, ja ka marrë dorën. Yll goca. Hajde, edhe Hajde një. shifini tani. Pa. Bukur. Bukur. Do vazhdojmë. Duke Danja që është modele, mu ka njëri që merr për sipër. E ndrit me tiri, help me. Vazhdojmë intervistën tani, vijojmë pyetjet me spet. Tani, me sukses ja dolëm që misin ta bënim të pozoj E si një vërtet. rob i hajrit. Por, situata ndërlikohet Danja. Ai speci aty që e ke parë që në fillim më pyete mua për çfarë është për ta kafshuar nëse nuk e guxim ti përgjigjesh pyetjeve ngjitur. Sepse tani fillon Caliente. Atë e ka marrë fatosi atë spec nga serat e lushnjes, ta jep efektin 10 sekonda me vonesë, kështu që ki kujdes nga i Ua, kush e qelloi që në fillim? O zoti ma. Keni me lushnjen se e mbytët lushnjen. Ja, mu Një, nga dy e lushnja. përdor. Sa shumë e përdori. Krenar. Një lushnjar krenar. Oh, wow, prank call. Merr në telefon Gerta Gixharin dhe ofroi për një bashkëpunim me kompani shampo flokësh. Quhet Moraway. Dhe të ofron 12.000 euro për një vit, ose posto në story një zemër të thyer me këngën e Adele, Someone Like You. Do marr Gerta me çfarë? Gerdën direkt. Tani do i thuash më ka thënë dhe mua, po donin dhe ty 12.000 euro Moraway shampo. Po jemi në thuja nga fundi. Veje me viva voce dhe vendose afër mikrofonit. Dhe në fund që është prank, ë? Jo që në Ose fund. mos e thuj fare, si Po, ja jo. kanë thënë të tjerë. Po pra po. Telefonin këtu. Ajo Kthej ande mikrofonin nga me kështu, loudspeaker, right? Alo, Hëmi goce, si e? po homi Xhanjushe. E shqyr që të kapa, se je bërë pa kapshme. Se nga breg, se nga shkollë. Dëgjoj tani. Se të mora për një punë, për një bashkëpunim. Se di si ke këto kontratat kohë të fundit, po Po? është një kompani që nuk ofron pak, ofron 12.000 euro. Edhe është një kompani shampo flokësh. Duke qenë interesante dhe do që ne këtë reklamën ta bëjmë bashkë. Dhe quhet Po sa bukur. Ja. A shumë duke mu nice. Quhet Moraway. Po? Moraway. Do thënë, largoj morrat. Të vdes fare për ty. Po pra, kështu thon këta, ti heqim, thonë se nuk na duhet. Nuk jam pak 12.000 euro, goce. Jo, janë shumë, po për sa O kohë? Për një zemër, vit? Sa e ka? dëgjo, po për një vit. Shiko, është jam te Andalek, apo më bëj një prank edhe të mora në telefon se ishte kështu si sfidë. Të dua shumë një si zemër. Gerda, të përshëndesim! Të përshëndesim dhe unë juve. Puç zemër, puç. Ciao, ciao. Hajde, ciao zemra, ciao. Ua, më bëre për të qarë, s'kisha qesh në njërë duke Ajo qarë. shketa- E me mori me shumë pozitivitet dhe sportivitet. Jo, Ua, po e Gerda. kuptoj, Moraway e kuptoj direkt. Zoti ma. Next pregunda. Moraway. E goditur ishte. Çudi. Kush i bën këto? Nga ju dy. Bashkarisht i bën mblidhemi dhe njëri bën morri, njëri away, mblidhemi. Zbulo shumën më të madhe që ke marrë nga një photoshoot ose ha specin. Ata shi. Pa. Vështirësojnë punët.
Shko, nuk e kam me qef që të flas për çmime se Provoj, e bio, është dhe spek. janë kod Po, shumë vështirë edhe pikant. për njerëzit nuk do bëjmë kështu si. Kafshoj se nuk të djek shumë. Ka që ti që do të çmimin se të do. Ta kafshoja atë. Është shumë djegës unë po ta them paraprakisht, po. Dua Nuk të është shoh. dasha. Dua të shoh edhe atë tjetrën. Po, për Po këtë kafshova këtë, nuk e Ja, kafshoj nuk- dot më. Ja. Vetëm një herë e keri. kafshohet, nuk ju përgjigje pyetjes, duhet ta kafshosh. 5000. 5.000, Ja, e 5.000 tregoj, e euro. tregoj, ja dolëm. Nëse nuk çeka shifra kaq të larta se kemi dëgjuar influencer që marrin për postime nga 10.000 euro. Gënjen them. Shiko, jo, Shqipja nuk e Ysena di. i tha gënjen, tha këto që thon shumë. shqiptar Jo, të nuk e larta. dija gënjejnë, unë di të them paktën praktikën time. Okej. Sepse varet edhe se sa veshje janë, e gjitha përmblidhet. Nuk Pa. se. Zbulo sot 3 emra nga edicioni yt prapë me Big Brotherin. Ju, Big Brother vit me të cilin nuk flet dhe s'do të flasë shkur ose ha specin. E shpëtova nga speci. Do i thuash tre emra. Që nuk flas, unë nuk kam, flas me të gjithë. E kam thënë edhe atje që nuk është se kam hatërmbetje nga askush e më thash. Po normalisht me Xhibanin nuk kam çfarë flas më, kështu që E kuptoj. Ajo, është mbyllur ai Iku, dy të muhabet. tjerë? nuk kam. Nuk kam sepse kam shkuar mirë me të gjithë. Tash edhe pa çka situatave që kanë qenë, ishte lojë, kemi mbyllur ose un kam mbyllur derën edhe nuk më Ja s'ke lënë njëri të futet. jo, nuk më interferon fare. Çfarë ka ndodhur atje nuk më ka interferuar më. Po, gjithë kjo zhurma pas Big Brotherit tani dukshëm të jesh në syrin e publikut është pak vështirë, besoj, për një personazh publik. Nuk e di si e ke ti raportin me famën, me portalet, me shkrimet që bëjnë ato, me fansat, që krijojnë bife dhe shere ose shpifje ndoshta në rrjetet sociale. Mendoj që edhe masa tashmë e ka kuptuar që portalet duan vetëm klikimet se ju interesojnë për shkak të monetizimit e tjerë tjerë. Që janë të bezdisshëm, me të drejtën janë të bezdisshëm. Nuk e di se kur do ndryshoj, kam përshtypjen është pak e vështirë. Një gjë të vogël të bësh, shqiptarja ka të natyrës. Një unfollow të bësh, plasin lajmet. Aq duan portalet dhe gazetarët. Është pak kështu, ne si popull, nëse të dim shumë pak, ne ta bëjmë histori të gjithën. Ta bëjmë Kështu që gurgule. kjo është situata e portaleve. Janë si gratë e lagjes, dhe me të drejtën, çfarë janë njerëz të famshëm, nuk është se mbahen për portaleve. Kupton? Kështu që në rast se të gjithë së bashku e bëjmë këtë që t'ju bëjmë ban edhe disë, dhe se s'na interesojnë. Po a je nuk na përpjekur bën ti, përshtypje. për shembull nëse ka qenë një lajm i pavërtet në për portale, je përpjekur ta mohosh në Jo, fare. rrjetet e tua? Jo, nuk merresh. Fare. Po atë kanë as nuk kontaktuar merrem. se ne gjithmonë na bën abi fakti se si gazetar nuk i kontaktojnë. kontaktojnë personazhet, Po kjo por thjesht gjejnë një pretekst dhe shkruajnë një lajm. Këto janë portalet që sa më shumë po shtohen, sepse unë mendoj që nuk janë gazetarët mirëfillt. Janë thjesht njerëz që duan të sigurojnë 2 lek për të mbyllur gropat e tyre, qeraja edhe më thash. Gjitha i kemi, edhe ne i kemi gjithë këto, apo jo? Po gjithë Po, kemi këto. Të gjithë kemi gropat tona për të mbyllur, po Patjetër. nuk shkojmë t'i bim qaf dikujt, apo si thuash të përhapim fjalë të shumtuara lart e poshtë. Ta kanë gjetur një mënyrë se si të sigurojnë para, e kanë shumë të thjeshme sa duket. Unë nuk kam në plan, vetëm në rast se është diçka që është shumë e madhe, që të përgënjeshtroj apo Të bësh një reagim. Po, të bëj një reagim. Se ndoshta ju ushqen sepse më shumë kur bën reagim, Më duket i pa nevojshëm, i fare, domethënë për aq kohë sa këta e bëjnë për para, le të bëjnë edhe Le të bëjnë ç'të duan. Dhe me që jemi te portalet, Kostiani tani kemi dhënë një mision duke qenë se ka pas një ndërhyrje, nuk ishte dot në intervistë për një kohë gjatë dhe ka marrë gjithë lajmet që kanë folur këto ditë në portale dhe i ka Komentuar, ironizuar, okay. komentuar. Kështu që e ndjekim dhe rikthehemi. Çfarë do të bënit nëse pas 3 muajsh do zgjoheshit me 100.000 euro në llogarinë tuaj bankare? Jo, po ne zgjohemi mas 3 muajsh o Kostian, po dhe po u zgjuam, s'do zgjohemi me 100, po me 85.000 se 15% janë taksat e shtetit. E vërtet është ajo taksa e TVSH-s Radio Televizionit Publik Shqiptar. E vërtet, faleni Vasilja, s'ka cilën. Por gjithsesi, nisur nga fituesja në fuqi e Big Brother VIP Albania, Selim Bollati, ajo ka marrë me vete çekun prej 100.000
85, 85.000 euro, dakor, 85.000 euro. Por, ekzistojnë disa teori konspirative që thonë që këta fitues nuk I marrin realisht këto lek. Jo, vërtet, Alfred Sako e ka thënë këtë? Jo, Alfred Sako thotë që toka është e sheshtë dhe hënat janë sahate. Nuk e di, nuk e ka thënë Alfred Sako, po gjithsesi Egla Ceno, jo shumë larg Alfred Sakos, ka thënë që ende nuk e kishte marrë çmimin e madh aso kohë. Pra u kaluan disa muaj dhe Egla nuk e ka marrë. Ua, sa keq. Ta I nuk e di se çka ka bërë. Që ajo si ishte as te filmi Zebervoki që shiti 70.000 bileta. Por e vërtet se Zebervoki ai shumë sa ka shitur, I mbajti me bukë gjithta këto. Thirrje për Zebervoki në filmin e radhës, të lutem me Egla Ceno. Ose Monika Kuremadit kur të bëja të filmin e dytë. Gjithsesi, unë them të hedhim një sy çka ka ndodhur lart e poshtë. Kam një lajm për ty, Kostian. Gjej kush është moderatori më I mirë shqiptar në gjithë historinë e televizioneve. Përveç meje? Po, Nuk e di. Ledion Liço. Okej, po kush e tha? Gjej se kush e ka thënë. Po nuk e di, dikush që ndoshta ka shumë vite në televizion që moderator. Vite ka, po s'është moderator. Po kush është pra? Julian Deda. Po çdo Jul Deda nga fiksit vlerësoj Ledionin në Big Brother. Po nuk e diti që ai është aktor? Nuk më dalin llogarit. Ma thirr pak atë Eni Vasili dhe I herë ndoshta ka rëtëshe. Unë e di që këtu rëtëshe ka gisht. Gjithsesi nuk di Nuk ka gisht rëtëshe, po Juli bën opinione në TikTok për Big Brotherin, është aktor, është e fiksi dhe flet për çdo gjë. Madje kam dëgjuar që ai së shpejti do hapi një show duke dhënë çmime për njerëzit e estradës tonë. Qartë. Nuk e di me çfarë tagri vlerëson Jul Deda moderator, por gjithsesi Ledioni mbetet një moderator shumë I mirë, por Juli duhet të shkëpusë çdo lidhje që ka me Big Brotherin. Jul Deda, të lutem zgjohu, je moderator të fiksi, je aktor. Kur ka qenë një film që Jul Deda ka luajtur së fundmi? Nëse unë po pres Juli nesër të postoj në Instagram që boti më I suksesshëm I gjitha kohërave është Kostian Gjerazi. Edhe kjo është pak po e sigurt. Kjo është pak po e sigurt. Çka ke gjithë tundesh o burr? I gjej po Ke imitoj. në vibrator? Jo, nuk kam vibrator, sot jo. Po Gjej po imitoj. Në një motor që me zin dizel. Jo. Ua, po imiton atë gocën që qau për atë çune? Po Vanesa e shkret u fut e ferma për të marrë çik famë si këngëtare, la të dashurin. Tani e la dhe ky për cilin la të dashurin. Gjyna, me shumë mundësi Arbana do të jetë shumë e pezmatuar për ta. E pezmatuar jo, po gjithsesi kur pa lotut e saj, e di si lotët e saj Fatos? Si? Prit. Pas ke pas mikrofonin më Po gënjeve. tash sot jo Fatos. Lotët uj, lotët për ty uj. Gjithsesi e hedhim këtë se e fusim të rroga. Klikimet vuj. E kupton ti do me thënë çfarë po ndodh dhe shkreta I ka dali gjithë ferme, I ka dalë prej hundësh. Por, do ti të themu një lajm? Na thënë një lajm mirë tani. Po do ta them pra një lajm të mirë, do ta them patjetër. E di ti që Hati mund të ketë nisur një romancë të re? Ua sa që. Në Lake di Como. Ishte në një vark, ku apo bënë një nga ato reklamat e saj me orat me bizhute shtrenjta, dhe disa orë më pas ish fituesi I Ferma VIP 1 Dionis Biba. Tha se ishte Big Basta apo Jo, vite nuk ishte dyshin. bizhute, ja, ishte I dyshtaj. Big Basta është I martuar. Sorry. Gjithsesi, fituesi I Ferma VIP 1 Dionis Biba ka postuar një foto I cili duket që është dhe ai në Lake di Como. Mos ka ndarë fjeshtëran e varkës o burr. Kjo ishte një nga teoritë e mia. Po tani, se Ferma VIP njihet që ai jep lekët. Tani mos varet ka Po kursyer. thua që e fitoi me lek? Nuk e di. Po Po thua tash që e ka fituar zemrën e Hatit me lek? se di unë ti e the. Nuk e di. Gjithsesi ata kanë dalë, nuk janë shpallur ende si një çift, nëse janë çift, por lajme dhe fotot kanë dalë. Dhe ti e di që ne s'ta shpëtojnë gjë. S'na shpëton, po ne prapë zvërtetojmë këtë gjë. Jo, patjetër, ne nuk e dim nëse ata janë të lidhur apo jo, se ndoshta në fund të ditës po ndajnë lekë të varkës. In this economy, Po, më pra, vjen keq, të lutem Edhe shumë ty kam parë njerëz në urban me një njëri tjetër, por nuk të kam bërë çift për shembull. Pikërisht, unë thjesht kam dar biletën 400 lekëshin. Gjithsesi Fatos e rritur dhe nafta, po lërë mos I Po, mos e pyet, po e diskutojmë episodin tjetër këtë. Ne që ndiqni stertin e tini çfarë duhet bëni. Ja, pra shikon çfarë s'bëhen në portale, jo lidh ky me këtë, jo nda ky me këtë. Po Portale dhe punka. sepse nuk janë gazetarë të mirëfillt, prandaj ndodh kjo. Edhe Me I tek foto Instagrami, me një unfollow, lidhe njerëzit do zgjidhen. I S'ka më dani tani. martun, I divorcun, të gjitha I bën.
por ne do të shihemi sërish episodin e ardhshëm ditën e premte në orën 8. Patos. Danja, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, Danja. Ora ti është kënaqur dhe ti, se na ka dalë nami se bëjmë shumë kështu pyetje ngacmuese, ti si u ndjeve? Jo, unë prandaj erdha, se e mendova një intervistë ndryshe nga të tjerat. Shumë Shumë faleminderit, fluturoj koha. Faleminderit ju. Në të ardhmen, bashkë që ta misi, të premten tjetër. Pafshim! Ándale.